Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 8 deri në datën 14 dhjetor të 2025. Është një javë me vështirësitë e veta dhe ndikimet e veta, që do të thotë pozicionimi planetar, do të thotë mundësia kur arrihet ose më saktë marrja e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Meqense kjo javë është javë që na tregon shumë shtigje, ku neve duhet të kalojmë dhe të jemi të sigurt ku vendosim këmbën, që neve të mos rrshqasim, të jemi të kujdesshëm të mos bie, dhe të jemi të vëmendshëm në çështjet që neve marrim përsipër, pra sipërmarrës. Momenti dhe koha do që pikërisht në këtë javë duhet që llogarit të jenë sa më të qarta dhe sa më të sakta në çështjet që bëjmë. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave ku ndikohemi, çfarë duhet të bëjmë, koha dhe përcaktimi. Ku është më pozitive dhe ku duhet bëjmë kujdes. Se jo gjithmonë gjëra shkojnë vaj. Jo gjithmonë se po të shkojnë vaj duhet të pyesim veten, diçka nuk shkon mirë, për një mijë arsye. Tani, duke pasur parasysh e fillojmë me datën 8. Data 8, miqtë e mi, duket se me ndikimin e Marsit formon një trekëndësh, që ky kënd sjell mundësi për të shëruar plagët e së shkuarës. Gjithmonë e mbaj mendjen tek e kaluara. Tek e kaluara mund të kthejmë kokën pas, të shikojmë ku ishim, që të mos bëjmë gabimet përpara që po shkojmë. Kjo do të thotë që lidhet shumë me punën dhe mirë është që të përballemi me pasiguritë që kemi në jetën tona. Dhe ku ne gabojmë dhe ku neve duhet jemi më të qartë në atë çka është, sepse ngadonjëherë gabimisht, rastësisht, neve ngatarrohemi nga me veten tonë. Pra duhet pasur kujdes edhe nëse bëjmë gabim e bëjmë vetë, por jo të pyesim të tjerë dhe të ikim me mendimin e tjetrit. Gabimi më fatal që bëjnë njerëzit, mbi 90%, është se shkojnë me fjalën e tjetrit. Sepse kjo është më e mira të thotë, ose jeni të dyzuar me të drejtën tuaj që shumë, shëqër zotit, informacione kemi pafund në rrjetet sociale, në mjete të ndryshme, në media të ndryshme, ka shumë gjëra të tilla. Por vetëm duhet keni kujdes me instiktin tuaj, që është i pastër, është i drejtë për së drejti. Nuk duhet të pyesni se çfarë thot dynjaja, por duhet të pyesni çfarë thot instikti juaj, shkenca e vërtet, sepse e vërtet është dhe duket e vërtet, e përpunuar shumë mirë dhe ti mos ta kuptosh, por ngadonjëherë instikti bën që ti ta kuptosh. Është njësoj që në një supermarket ose në një shkon një bukuri të rrallë, kur vetë atje ikën me vrap, nga shumë gjëra të tjera. Dhe kjo do të pasur shumë kujdes në këtë drejtim. Ndikimet që kanë të bëjnë pikërisht në këtë ditë, duhet të bëjmë paqe me veten dhe të futemi versionit të ri të jetës, sepse jeta evolon, ecën përpara. Dhe të kemi siguri me besim më të madh në aftësitë tona. Pra është pikërisht kjo gjë që neve na gryen për brenda dhe nuk na lejon që të ecim përpara. Ky është një problem që neve hasim gjithmonë në çështjet e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me gjërat. Pse hyshku? Lëreni pse hyshku. Shikoni atë që keni përballë, punën që juve doni të bëni të nisni, edhe deri atje, ato gjërat e tjera lëreni për më vonë. Mos u nxitoni. Dhe nga entuziazmi tepërt është gabim, sepse jo të tjerët gëzojnë si juve. Keni kujdes në këto gjëra dhe do të kujtoni ka diçka shumë të mirë më vonë. Data 9 dhjetor. Marsi nga shqiptari që formon një katërkëndësh me Saturnin në Peshk, do të thotë disa vështirësi dhe pengesa. Kjo do të thotë rrepsi dhe probleme në kufizime, kujdes në lidhje me këtë ditë, sepse Marsi, që është përshpejtimi i gjërave të mëdha, katërkëndësh me Saturnin në Peshk, ku nuk të jep hapësirë, por të thotë që ki kujdes në këtë drejtim se mos u nxito, sepse nëse nxitohesh, atëherë ti do rrëzohesh. Prandaj kini kujdes. Jeni të duruar, jo me nxitim dhe sa më pozitiv në mënyrë se të mendoni të merrni gjërat që janë pozitive dhe jo negative. Vëmendje, do të bëni binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit të dhjetëçit të tretë, ose ata që kanë, ose më sakta, kanë diellin ose ascendente në këto shenja.
kini kujdes, sepse kjo ditë është pak e vështirë në çështjet madhore që neve kemi, në gjërat neve që duam të realizojmë në farë mënyre, por nganjëherë nuk na lejon dhe vetvetja jon, dhe kjo këtu është pak sa problem pastaj sillen në disa gjëra që ndryshe neve mendojmë, ndryshe na vijnë gjërat papritmas dhe bien viktime vetvetes, siç bin shumë njerëz. Kujdes miqtë e mi, sepse kjo javë kërkon shumë vëmendje. Nëse jemi të vëmendshëm, dhe jemi të qartë dhe të saktë në ato që duhet bëjmë, e kemi dalë me sukses dhe dim se çfarë bëjmë. Kemi datën 10. Data 10 dhjetor do të thotë Mërkuri në Akrep, që formon një kënd me Uranin në Dem, një kënd shpërthyes që krijon probleme në lidhje me çështjet teknologjike, me çështjet që ka bënë me media sociale, të disa skandale që do shpërthejnë. Po, do shpërthejnë. Dhe shikoni, pastaj do më kujtoni, nuk ka lidhje kjo. Nëse ka juve keni probleme të tilla, mund të trokisni, sepse kjo është diçka, problem dhe ndikim të madh që ka të bëjnë, por gjithsesi mirë është që të jeni të kujdesshëm. Nëse jeni të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh. Dhe kujdesin që do të bëjmë më tepër është Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori në këtë drejtim të jenë të vëmendshëm në anën tuaj, sepse Mërkuri në Akrep, Akrepi nuk do të drejtën dhe shpërthen nxjerr gjëra që nuk duhet me të vërtetë me të drejtën e vet, dhe pra kemi kujdes në këtë drejtim. Kjo ka një problem në fakt sepse deri nga ora 14:30 që do ndodhin këto gjëra, dhe kujdesi është sepse keni plot kohë që juve të rregulloni disa gjëra, mos i lini pas dore. Nëse jeni të kujdesshëm nuk ndodh gjë, por kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni dhe kur mund të mbyllet kjo çështje. Nga pasditja, mbas orës 14, ku Neptuni, ndikimi i Neptunit pas disa muajsh në lëvizje në retrograd, kthehet në rrugën e duhur në Peshk, që e fillon drejtimin e tij të fundit në këtë shenjë, pasi do të vendoset në dash nga fundi i janarit të 2026, ku do qëndroj vitet të tëra në atë shenjë, pra në 2026 në dash. Kemi datën 11 dhjetor. Data 11 dhjetor, kemi një trekëndësh me Mërkurin që formohet në Akrep dhe Neptunin, që tregon intuitën dhe instiktin e fortë, frymëzimin, imagjinatën, zgjuarsinë, kreativitetin, empatinë dhe tendenca për bërë një udhëtim të shkurtër me të dashurën tuaj, ose për mbyllur një çështje që keni lënë pezull, dhe kjo ndikohet shumë dhe përfitojnë gaforët, Akrepët, Peshqit, që janë përfitues direkt dhe ndikime fantastike, ose Dielli në këto shenje u jep mundësinë në lidhje me atë çka ata duan të bëjnë ose kanë mundësinë për zgjidhur këto probleme. Kemi datën 12 dhjetor, ku data 12 dhjetor kemi Mërkurin që kalon në shigjetar, ku edhe pse në shigjetar është në shenjë ku Mërkuri është teorikisht i dobët, sepse ka përballë binjakëve dhe është guvernatori i binjakëve, por na jep mësime të vyera për ato çka duam të bëjmë, për ato çka duhet neve të kalojmë. Sepse kjo do të thotë na jep mundësinë të jemi pak më pozitiv në mënyrë që të mendojmë me optimizëm, por të hequr atë çka neve e kemi negativitetin ndaj të tretëve, ose kemi pasur probleme, mund t'i zgjidhim. Gjithashtu është i dobishëm në planifikimin e udhëtimeve për sezonin e festave, për gjërat të kësaj natyre, për Krishtlindjet ose për gjërat të tilla. Ajo që do të ndikojnë pozitivisht duket se ka të bëjnë me binjakët, Virgjeresha, Shigjetari dhe Peshqit, që janë përfitues të drejt në ndikimin e tij. Më 15-12 ai do të dalë gjithashtu nga hija e kursit retrograd, duke favorizuar dhe shumë komunikimin dhe mundësitë që vijnë mbas kësaj date. Kemi datën dhe ndikimin e datës 13. Data 13 dhjetor, ku Mërkuri nga Shigjetari formon një gjashtkëndsh me Plutonin në ujor, gjë që na ndihmon të kemi mendime favorite, të zgjidhim lehtësisht misteret dhe enigmat. Përqendrohemi në qëllimet tona, kryesisht ndikojnë pozitivisht, siç janë Dashi, binjakët, Luani, Peshorja, Shigjetari, Ujori ose Dielli që ascendente në këto shenja. Kemi datën 14 dhjetor. Marsin e katërkëndësh me Shigjetarin e Neptunin në Peshk. Ky është një kënd mjaft i kërkuar që mund të sjellë disa çështje
të mëdha në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime, në lidhje me kohën që ndodhin fenomenet ose çështjet që kanë bëjnë. Duhet pak vëmendje, jo të nxitohemi, sepse nga disa çështje që lidhen me anën e punës, lidhen me vendime, lidhen me ndryshime, lidhen me çështje madhore, kërkohet vëmendje dhe kujdes në këtë aspekt, por nëse kemi të bëjmë me punën ose të bëjmë diçka të re, do të kemi shumë kujdes, sepse në disa çështje jemi dhe të ekspozuar. Pra duhet pasur kujdes nga ekspozimet dhe skandalet që ka të bëjnë në këtë ditë, që ndikojnë shumë binjakët, virgjëresha, shqiptari, peshqit dhe diçit të tret ose ata që kanë ascendente në këto planete. Por gjithsesi ndikimet dhe favorizimet janë pozitive në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin e madh që ka. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse do të zgjidhni një problem shumë të madh në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet, por e përgjithshmja në këtë javë është beso kontrollo, sepse e kemi thënë dhe kemi thënë të madhe se muaji dhjetor vërtet ka rrezaton, është ndikimi i dritave, i harmonisë, i gjërave të mëdha, por në vetvete mbart edhe shumë sekrete kur nuk mund të shfaqet problematikat nga më të ndryshmet. Meqense na jepet mundësia që të jemi sa më të vëmendshëm në gjërat që neve duam të bëjmë, sa më të kujdesshëm në timonin dhe në gjërat e tjera që do të kemi, dhe e gjithë gjërat dhe mundësitë që na jepen tani tutje, është koha dhe momenti i duhur për marrjen e vendimeve dhe çështjeve të rëndësishme në kohën e duhur dhe në gjërat që duhem të bëjmë. Sepse nëse neve kujdesemi ose nuk kemi problem, domethënë që për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket gjërave që neve i kërkojmë dhe jo vetëm kaq, por kërkojmë disa llogari për vetvetes tonë, që do të themi që kjo bëhet, kjo s'bëhet, por vjen një moment, dikush personi i tretë, nëse i familjes ose i shoqërisë, na e prish disi këtë ekuilibër dhe kjo nuk është në të mirën tonë. Pra kërkohet kujdes, kërkohet vëmendje në gjërat që duam të bëjmë. Por nëse neve jemi të sigurt dhe në lidhje me punën tona, në këtë javë është një javë që na ndikohet shumë dhe na jep edhe disa mundësi të arta, disa mundësi që vërtet kemi pasur kohë që neve endemi në gjëra të mëdha, endemi në çështjet e takimeve të punës, të biznesit, të karrierës, sidomos për karrierën bëhet fjalë më tepër, dhe është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket çështjeve të rëndësishme dhe bizneseve në fakt në një farë mënyre. Prandaj kërkohet vëmendje dhe duhet kujdes në atë që neve shikojmë dhe rishikojmë, se jo gjitha gjërat janë në anën tonë, por kemi edhe disa çështje të tilla. Por gjithsesi, para se të fillojmë me parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi faqen roz atje. Atje mund të shikoni se si gjërat apo çfarë juve dëshironi të dini mbi çështjet, e bleni paketën atje, duke bler paketën, numër përkatës të blerjes, dhe më pas jeni gati për të dërguar tek sekretaria dhe atje pastaj mund të flasim bashk ose me sekretarin se si funksionon duke folur nëpërmjet Viberit, WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni që të dërgoni një mesazh, po si mund të dërgojmë të mesazh? Atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, duke e klikuar, duke parë me vëmendje, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për juve që doni që në parashikime momentale, çdo thot momentale, ditore, që doni në atë moment, atëherë YouTube-i ju ka dhënë mundësinë dhe kemi mundësinë që nëpërmjet membership, është pikërisht ky butoni këtu. Klikojeni dhe shikojeni, atë do më kujtoni se gjërat e mira do të jenë lira. Atje duke u abonuar tek membership në YouTube, juve direkt jeni me të dhënat e juaja privat duke dërguar mesazhet dhe merrni përgjigjen personal, individual dhe jo të përgjithshëm të shenjës.
Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se është kjo periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive nëse do flasim për sa i përket gjërave, për sa i përket komunikimit, për sa i përket asaj çka është, asaj çka neve duam të bëjmë. Sepse rrezatoni ashtu siç juve dëshironi, momenti dhe koha do që juve t'jeni korrekt me punën, korrekt me ndryshimet e mëdha që vijnë, gjëra të njëpasnjërshme sepse për arsye të punës, për arsye të biznesit, po është një mundësi mjaft e mirë në lidhje me çështjet aktuale, duke pasur parasysh anën ekonomike, sepse çdo gjë mund të ndikojë në anën tuaj, por meqense juve jeni pak në dilemë për çfarë? Sepse puna është ajo që ju bën të ndjeni superior. Puna është ajo që juve jeni më korrekt se ç'duhet. Prandaj mos harrojmë se dashi ka dhe diçi dytë, ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me ekonominë, sepse do të zgjidhë shumë probleme, shumë çështje të mëdha që mund të ketë, ose gjëra që vërtet ngadonjëherë janë të vështira për arsye të punës së tyre, sepse vërtet ata ndikohen, rregullojnë, sepse janë rregullatorë të rëndësishëm të financave, të biznesit të tyre, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe në anën dhe në punën e vet. Meqense, për një mijë arsye, gjërat që do të ndikohen ose më saktë rregullatori kryesor që është në anën tuaj, meqense mundësit, puna, karriera, ndryshimi, vendimi, marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe punës suaj, sepse dhjediçi i parë dhe i tretë, nëse kanë një dokument për të realizuar ose për të marrë ose për të trokitur diku që kanë një problem të dhjediçit të tretë, mirë është që ta realizojnë pikërisht në këtë javë, se është java e mbylljeve të çështjeve të vjetra dhe fillimeve të reja dhe të kuptojnë arsyeet. Kur kemi për të mbyllur gjëra të tilla, mirë është që të mbyllim dhe të bisedojmë me njerëz që ne i njohim mirë, sepse informacioni mund të dali ndryshe, mund të ta thoni juve dhe ndryshe mund ta perceptojnë të tjerët dhe juve mund të keni probleme pastaj në këtë aspekt. Prandaj çdo gjë duhet kujdes dhe vëmendje. Nëse juve keni një moment, presupozoj një moment nevrëklëku, shkoni te kadastra, nuk gjeni dokumentin tuaj apo diçka kësaj natyre, atëherë bëni kujdes. Mirë është që të kafshoni pak buzën, jo të nxjerrni fjalët që nuk duhet, sepse është një problem shumë i madh pastaj dhe juve bijeni viktime vetvetes. Kur bie viktime vetvetes është problem. Kurse në fushën e dashurisë, për të palidhurit, ka një mundësi tani, ka një mundësi shumë të mirë, sidomos dash ujor, dash gafore është koha mjaft e mirë, surprizuese do të thotë mundësi, diçka e papritur që ndodh, është mjaft ndikuese dhe është jetë gjatë, sepse nuk është diçka që sot për sot dhe përfundon aty, por me bisedime të rëndësishme në kohën e duhur që zgjidhen gjërat, është një moment mjaft e mirë dhe solid në atë që bëhet dhe koha dhe periudha që është në anën tuaj më të mirë të mundshme, mbi ndikimet, favorizimet, mundësitë e arta që bëjnë dhe tani është koha juaj për çështjet e dashurisë, sepse një lidhje që keni pasur juve ose bashkim familjar dhe keni bashkjetuar me X, Epsilon, ku diun, dash për shembull gafore. Meqense keni pasur probleme një shenjë me një shenjë uji, por kjo nuk do të thotë sepse nuk mund të ribashkoheni. Kemi gjithashtu dash shigjetar, për shembull, dash shigjetar edhe pse duhen jashtëmase dy shenjë zjarri. Kanë në brendësinë e tyre shumë gjëra për të thënë dhe janë drejt për së drejti, nëse pëlqen diçka e pëlqen, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim fare, por do të gjejnë kohën në momentin që të shprehen natyrshëm në gjërat që duan të realizojnë në të ardhmet afërt. Momenti dhe koha është mjaft pozitive dhe tepër ideale për ta zgjidhur gjë të tillë. E përgjithshme në fushën e dashurisë është koha për të reflektuar. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me zhvillime dhe ndryshime të mëdha dhe mundësi në anën e tyre që janë të shenjës së Demit.
Për Demi në fakt duket se tani për tani Demi jo se ka pasur në një problem ose ka pasur në diçka të madhe ose një gjë që ndryshe mendon, ndryshe gjykon, por mendimet e sugjerimet që kanë të bëjnë sepse është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që konkretisht me punën për shkakun që merren edhe kanë atë marrjen e vendimeve të rëndësishme, kanë kohën e duhur për zgjidhje të konflikteve të problematikave të ndryshme. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu sepse momenti, koha, ndryshimet që bëhen të një pas njëshme në fushën e punës, në fushën e biznesin sidomos, është një kohë mjaft e mirë tani. Koha që t'jep mundësinë dhe jetëgjatësinë, koha që t'jep punën, të ndikimin, favorizimin dhe gjëra që do të diktojnë tek shenja e Demit. Një ditë i parë për shembull, që lodhet shumë për një vend pune, presupozojmë që jo është takso që është në tetor xhanëm, dhe tani po futemi afër mesit të dhjetorit dhe akoma është në pritje. Dy takime që janë bërë në përzyrat të shtetit, nëse flaset për nënpunës shteti, ose edhe punë thjesht në fundit, por nuk e ka marrë akoma. Por kjo do të thotë që tani për tani është momenti që me pak vështërsi, por do t'ja dali sepse e preti diçka të tillë dhe është një moment mjaft i mirë për sa përket ndryshimeve që ka të bëjë dhe momenti është mjaft pozitiv dhe jo diçka që mund themi që çfarë po ndodh. Asgjë nuk ndodh, përkundrazi. Gjërat janë favorite për juve, e keni mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike në lidhje me takime, në lidhje me vendimet të punës suaj. Dhe edici i tretë në udhëtime ka një mundësi shumë të mirë sepse duke pasur parasysh zgjidhjen e problematikave të ndryshme që kanë, probleme në lidhje me çështjet dokumentacioni ose në lidhje me shtetin. Supozojmë një biznes që duhet ta mbyllin të hapin diçka të re, e kanë dhe mundësinë. Kjo se është e zgjidhshme dhe është e kuptueshme në anën tjetër për gjërat që do të ndodhin në një farë mënyre, është edhe koha e duhur për zgjidhje të gjërave të mëdha që keni në anën tuaj, në pozicionin e planetave që kanë të bëjnë dhe kohës ardh për juve të kësaj shenje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku ndryshimet që kanë bënë ose mundësitë e arta që vinë ana juaj, keni të realizoni dhe të arrini qëllimin tuaj në lidhje me punën e të përgjithshme. Kurse në dashuri, shenjës së Demit, me qenë se Demi ka një moment, domethënë, presupozojmë që jeni në njohje, Demi është pak i vështirë si tip për vendime që do të marrë ose çështje që ka, nëse flasim për shembull Dem Akrep, Dem Ujor, janë vërtet me një tjetër mund mos bëhen, por pa një tjetër nuk jetojnë. Ka dhe diçka tjetër që do të themi Dem Luan është ndikimi, favorizimi më i mirë i mundshëm në lidhje me një shej tokë dhe një shej zjarri që kanë planetet në të kundërta të tyre, njëri planetet e tjetrit, do të thotë që është një mundësi, është një kohë shumë e mirë për një mijë arsye, mund të jenë bashkë dhe mund të arrisin qëllimin e tyre. Prandaj themi gjithmonë që duhet kujdes në këto gjëra. Bashkim familjar në dokumentacione, nëse ndodheni në diaspor ose ku diun në shtet ndryshëm të Europës apo të botës, është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me bisedat, lidhje me punën, lidhje me karrierën, domos ka të bëjnë shumë Dem shigjetar që janë të pandar, ka të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me vendime. Dhe kështu që është koha, është momenti për të parë se çfarë do të bëni në lidhje me takime të ndryshme, në lidhje me vendime që do të merrni dhe kohën e ardhur për të arritur në finishin tuaj, në qëllimet që i keni vënë vetes dhe për periudhën që ndodhin fenomene të tilla. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar duke pasur parasysh nga mundësitë më të mira që ju vijnë në anën tuaj. Prandaj bini pas sepse në bashkim familjar me shigjetar keni të bëni shumë me anën e jetës suaj të së ardhmes dhe jo vetëm. Është një periudhë shumë e mirë dhe shumë e begat për të nisur një jetë të re për juve që prisni ose të palidhurit që kanë ndikime dhe favorizime për shembull një njohje mund të kthehet në lidhje serioze. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet ka ndryshime dhe vendime që merr në kohën e duhur, që do të thotë binjakët. Për sa i përket binjakëve,
binjakët duket se kanë mundësinë dhe kohën e duhur në lidhje me disa çështje që ndryshojnë rrotën e historisë, ndryshojnë gjëra që vërtet kjo periudhë është mjaft e mirë, është mjaft pozitive në çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, çështje që kanë të bëjnë me vazhdimsinë, periudha që ndodhin fenomenet ose në kohën më të mirë të mundshme. Unë do t'i thosha binjakëve të 10 të parë, në çështjet ligjore ose keni një dokument, një problem që keni ose e mbani të fshehur në thonjza, sepse si thaj, unë e mbaj të fshehur dhe e di gjithë dyjaja. Kjo do thotë që nuk ka fshehje, por është në gazetën New York Times. Atëherë, që mos dalë në gazetën New York Times, mirë është të trokisni para se t'jetë vonë. Juve të shenjë së binjakëve të 10 të parë, bëni kujdes në disa çështje, sepse ka disa momente që shpërthejnë skandale, të keni parë vetë që në mënyrë papritur mirë e bukur në një moment, dhe nuk i vë veshin, domethënë diçka që, por kur e di që është një problem serioz që prish disa ekuilibra, atëherë mund të trokasësh. Mund të trokasësh atëherë e gjen zgjidhjen në një farë mënyre se çfarë dhe se qysh. Por me qenë se është një javë me vështërsitë e veta, por me pak kujdes zgjidhen gjithçka në lidhje të punës apo të gjërave që neve kemi, sepse i bëjmë ballë vështërsive. Juve të shenjës së binjakëve të 10 të parë keni pasur këtë problem për shumë kohësh dhe tani ka momenti që juve ta zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme, por mirë është të mos arrini në çështje gjyqësore, sepse atëherë gatarrohen gjërat. Mos mbleksesh, mirë të keni mundësinë me njeriu që keni problemin ose me njeriu që ka ndodhur këto çështje, mirë është t'i zgjidhni. Dhjetëdiqi i dytë është mjaft surprizues, sepse dhjetëdiqi i dytë ka disa mundësi ose çështje pasurie paluajtshme që nuk e ka zgjidhur akoma për një arsye apo për tjetrën, por vjen momenti, vjen koha ku e kanë mundësinë e zgjidhjes së këtij problemi, madje kësaj problematike që ka ndodhur para disa kohëve, dhe vjen një moment tani që juve mund ta shprehni qartazi tek persona që juve keni pasur probleme, dhe kjo e zgjidhet tani, nuk e diskutoj për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive që do të keni tani tutje, por gjithsesi kjo periudhë e përket juve dhe e keni mundësinë e zgjidhjes së problemeve e të çështjeve të mëdha. Gaforet e 10 të tretë kanë të bëjnë me dokumenta, kanë të bëjnë me diçka me jashtë, që merren me jashtë, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë tani, ku çështjet në pozitivitet ose në gjëra të tjera që do të kenë, është momenti më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe gjëra të tjera që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha, sepse ka të bëjë mjaft, dhe kjo është një ndikim mjaft i mirë për sa i përket çështjeve të punës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë për të 30 ditësht në fushën e karrierës, apo dhe çështjeve të tjera që ata kanë çështjet mistike. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, unë do thosha në lidhje me dashurinë, ka diçka shumë të mirë, sepse binjak peshore, ku kanë pasur të dy shenja ajri, kanë ndikimin më të mirë të mundshëm për të zgjidhur problematikat dhe gjërat më të mëdha të qenë ndonjëherë. Por sado që të grindeni, sado që e lini pas dore njëri tjetrin, dhe jeta më perfektja, më idealja është binjak ujor. Ja garantoj me 1.000.000%. Edhe pse keni disa disbalanca me njëri tjetrin, por këto janë gjëra që janë për jetën, janë për ato që rregullohet, stabilizohet dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Në fundit juve jeni vendosni vetë, dini vetë, mirë se nuk pyesni asnjë. Ka shane mirë, pyesni 100 vetë dhe bëni ato që e bëni më mirë vetë. Dhe kjo është diçka mjaft e mirë për juve të kësaj shenje dhe ndikimet që kanë të bëjnë ose në diasporë, kur është një moment mjaft i mirë për dokumenta që është binjak peshk të 10 të parë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet rregulatori i jetës dhe i kohës që është tani për tani në ekonomi, që janë shenja e gaforreve.
Sa i përket gaforeve, me qenë se gaforet duket në plan të parë kanë mënyrën e të shprehurit ose kanë pasur shumë çështje të lëna pezo për një mirë arsye, por mos harrojmë se gaforet janë anën më të mirë të mundshme të tyre, edhe pse kanë pasur mjaft probleme në lidhje me punën, në lidhje me gjëra që tani për tani mund mos jenë aty ku duhen, por janë në anën e tyre, janë në çështjet e tyre për sa i përket punës, për sa i përket ekonomisë, sepse lidhet shumë me ekonominë dhe me gjërat e tjera që ndikojnë në jetën e tyre. Një mundësi që ka të bëjnë juve të shenjës së gaforeve në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me takimin në punë, në lidhje me disa ndryshime që do të keni, ka ndryshime momentale, mund ta themi në këtë drejtim, por jo diçka për të shqetësuar ose për të bërë ballë gjërave, problematikave, mundësive të arta, mund të them që ka të bëjnë shumë këtu, por gjithsesi mundohuni që të jeni shumë korrekt me anën tuaj, sepse mënyra se si do vinë gjërat ose çështjet që ju e keni është një moment mjaft i mirë, pozitiv në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me çështjet që juve keni dhe periudhat që ndodhin fenomenet, edhe pse keni pasur disa problematika të ndryshme ku diun në punë, në karrierë, në gjërat e juaja. Gjithsesi, unë do t'ju thosha që anashkaloni gjithmonë për gjithmonë në kuptimin e fjalës të njerëzve që nuk keni gërricës, njerëz që ju prishin atë imazhin ose dashurinë tuaj, mundoheni shumë dhe nuk ka dinë për nder. Mirë është i abandononi këtë lloj tipash, largoni sepse nuk ja vlen baraqeran dhe mërziteni pastaj, edhe dilni pastaj bëni debate që nuk ju kuptojnë. Anashkaloni për gjitha shenjat, por gaforja ka pak më të ndikuar ditën e mërkurë, sepse është një ditë mjaft e vështirë për gjitha shenjat, por gaforet janë pak më të ndikuara në këtë aspekt sepse kanë disa çështje të lëna pezo në lidhje me shtetin ose me çështje ligjore, dhjetëdiqi i parë dhe dhjetëdiqi i tretë. Mirë, po dhjetëdiqi i tretë ka një ndikim mjaft të mirë në këtë periudhë sepse mundohet shumë për të bërë diçka dhe nuk pajari dot, mundohet shumë që të shikojë çfarë do të bëj në jetën e vet, mënyra se si ata i rregullojnë gjërat ose i stabilizojnë me pak fjalë, është koha dhe momenti i duhur mbi takime dhe mbi vendime që mund të merren, por gjithsesi juve i keni të gjitha mundësitë për të parë, për të zgjidhur problemin që ju e keni ose çështje të mëdha që vinë, por mirë është çështjet ditore, them unë. Ditore janë momentale, por nuk do të thotë që erdhi fundi botës sepse ju grindët sot me X-in epsilonin dhe nuk do të flisni nesër. Lini kohë dhe për nesër, sepse dita e mërkurë e datës së 10, në të gjitha shenjat do shikoni vetë dhe kush do shpërthejnë dhe të skandalit që unë kam thënë dhe them me të madhe nga ndonjëherë të trokisni. Kjo trokisni nuk është se e them unë se edhe përfundoj gjithçka, por kështu është ndikimi dhe çështjet e tjera, por gjithsesi mirë është që të rishikoni dhe të kuptoni disa gjëra ku në pozicionimin e planeteve dhe mënyra se si juve arrini në gjërat e juaja, mirë është që të jeni shumë të kujdesshëm dhe sa më të kujdesshëm të jeni, aq më mirë është për juve të kësaj shenje, në lidhje me punën ose edhe me persona të ndryshme që mund të bashkëpunoni, ose një firmë që do të hapni, ose çështje pune, bëni kujdes, jo gjithçka shkëlqen është flori, sepse ndodhemi në një muaj që nga njëra anë kemi shkëlqimin, nga ana tjetër është edhe zbehja. Mos i harroni këto gjëra, sepse është drita, po është errësira. Janë të dyja bashkë këto, por ato që mund të zgjedhim ose gjën më të vogël që të kemi pasur probleme në të shkuar. Prandaj duhet pasur shumë kujdes në këto drejtime për të tre dhjetëdiqet. Në lidhje me dashurinë, lidhje që kanë bënë me brecjap të dhjetëdiqit parë, me shigjetar të dhjetëdiqit tretë është perfektja. Me peshore keni pasur disa çështje që nuk i keni zgjidhur akoma për mundësinë ose kohën ose shmangni nga ndonjëherë punën e tepërt, sepse dëmton, va thotë ju me 1.000.000% nuk fitoni, po dëmtoheni. Dhe kjo do të thotë sepse duhet dhe për nesër. Pse themi gjithmonë, vërtet punën e sotme nuk e lëm dot për nesër, sepse nesër kemi gjëra të reja. Për arsye të kësaj gjëje dhe kohën dhe gjërat për punimin, ndryshimin që kanë bënë tani për tani, është në një kohë mjaft e mirë në lidhje me
takimet, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet, me vendimet, jo vendimet nga më të rëndësishme që mund keni. Gjithashtu, është një periudhë ku gjërat do keni mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve të vjetra në mënyrën e të parit në anën tuaj, por do të keni kujdes sepse në dashuri bashkim familjar është me ujor, por me ujor të dhjetëdhjetit të dytë. Edhe pse keni pasur debate, probleme juve me dash të dhjetëdhjetit të parë, por kjo nuk do të thotë se nuk zgjidhet, por është më se e zgjidhshme në anën tuaj. Rishikoni edhe një herë, mos dëgjoni çfarë thotë dynjaja, por çfarë thotë instinkti juaj dhe personi që keni përballë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë vendimtare dhe nga ana tjetër konfuze për punë të reja ose lajme që marrin në rrugë të ndryshme, që janë luanët. E marrim me këtë të fundit. Në rrugë të ndryshme informacione. Këto informacione, miqtë mi të dashur, nuk janë të sigurta nga vinë. Kjo do të thotë të dhjetëdhjetit të parë të kësaj shenje, që do të thotë që çfarë juve kërkoni, ata ju ofrojnë, sepse duke marrë informacione të brendshme, e din se ku e keni problemin juve, e keni tek kjo, e keni tek puna që nuk ecën për nga punonjësit ose njerëz që juve rrethojnë, apo disa njerëz që ju flasin mirë e bukur dhe në anën tjetër është një grop shumë e madhe që është hapur dhe nuk po mbyllet dot, që ju nuk e dini, juve jeni në rol drejtues, dëmtoni punën tuaj me dashje apo pa dashje. Prandaj duhet një kontroll i imtësishëm në lidhje me punën tuaj, në lidhje me atë çka juve keni e çka juve bëni. Prandaj bëni kujdes, mos i lini punët në duart të tjerëve që nuk i besoni, por nga halli i keni aty. Kontrolloni gjërat sepse juve të shenjës së luanit të dhjetëdhjetit të dytë, meqense do ndryshoni punë, do lëvizni nga i vend pune që jeni, sepse prisni diçka tjetër në anën tuaj dhe kjo është në të mirën tuaj, nuk është se ka diçka që nuk shkon, por duket se momentet, vendimet, periudha që ndodhin fenomenet, është një periudhë që nga njëra anë në tjetrën ndikoheni shumë dhe kjo do të thotë që luanët duket se kanë mundësinë e një çështje pune të shëndetshme, por mos merrni informacione ku nuk i dihet se nga vjen burimi i atij informacioni. Mund t'ju prishi punë dhe kjo nuk është në mirën tuaj, por është në problemi më të madh. Atëherë çfarë duhet bëni? E merrni si informacion, përpunojeni nga ka ardhur si ka ardhur, sepse personi që thot është nga ajo që thoshën përpara spionët, janë sa më afër që të marrin domosdoshmë informacione dhe të japin. Por kjo nuk funksionon. Sepse sa më shumë fryhen gjërat, por tumbasja pastaj shpërthen dhe nuk rregullohet më. Që mos arrisim deri atje, shikojeni nga fillimi gjërat, sepse juve jeni shumë të dashur dhe keni dhe mundësira të arta dhe të tjerët po prishin bukurinë tuaj, dashurinë tuaj, gjërat të tjera që keni, sepse tjerët nuk e kanë fare dhe kanë atë xhelozinë e sëmurë që themi ne, që hajde se punë e madhe ka mban luani, t'i japim dhe i punë tjetër plus, po jo ta paguaj. Kujdes në këto se do t'i keni këto gjëra. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të dhjetëdhjetit parë. Kjo është diçka shumë e madhe, sepse akrepi në lidhje me juve, akrepi ka dalë nga vështirësitë nga më të mëdha dhe është i provuar, i sprovuar, edhe nuk i bën përshtypje asgjë, sepse do të drejtën, kërkon të drejtën e vet. Lum ata që kanë akrep në shtëpi, e dashuri, dhe mirë ata që nuk e din vlerën. Sepse vjen një moment të shpërthimit, që çdo shenjë kanë këta, por akrepi ka pak më të zgjeruar, sepse flet me fjalë, nuk flet me sy, flet me fjalë, mënyrën se si spjegimi që bën në fushën e vet, në punë, si bashkëshort, si bashkëshorte, në familje me fëmijët, udhëtimet dhe ndryshimet i ka dhe është mjaft pozitiv. Është universal në fund fundit.
Prandaj bini pas mos ma lini pas dore këtë lidhje, se është lidhje fantastike, mund të ndikohet ose nga një udhëtim juaj të palidhurit të shenjë Luani dhe jeni në pritje. Do shikoni, ose ka planetet akrepit tek juve apo ju tek akrepi. Keni edhe një ndikim shumë të mirë, shkoni domethënë një shej zjarri me një shej ajri, se keni përballë, janë ujorët, ku janë disa ndikime shumë miq që un kam dhe i njoh, domethënë që luan ujorë janë shumë të lumtur edhe pse kanë çdo gjë debatohet për të mirën e familjes, nuk debatohet për diçka që është kundra gjithçkaje. Nuk lidhet fare, por është diçka mjaft pozitive dhe vendimtare në ato çka ndodh dhe bëhet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që rritje në detyrë, por me sybet dhe ekonomia drejt stabilizimit. Kjo do të thotë virgjëresha. Po çfarë është në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në anën e punës ose të gjërave? Ka të bëjnë me anën dhe veprimet, ndikimet që kanë të bëjnë. Ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve, lidhje me gjërat që do të ndikohen dhe çështjet që ka të bëjnë. Është momenti mjaft pozitiv dhe i rëndësishëm lidhje me virgjëreshën, sepse virgjëreshat kanë kohën e tyre, kanë mundësinë që ju jepet, por mos vallë ky ndikim që ka të bëjnë në lidhje me stabilizimin ekonomik, në rregull deri këtu, sepse ju pëlqen mënyra, koha, vendimet që merrni, por nga njëra anë jeni atje ku doni, sepse stabilizoni. Në anën tjetër, në role drejtuese, edhe pse disa gjëra nuk janë ashtu siç ju e shikoni, e shikoni gotën gjysmë boshe, gjysmë plot, ka diçka. Mes çështjeve të punës, mes karrierës dhe familjes, juve e keni këtë dhe mirë bëni, zgjidhni familjen, që të jetë siguria dhe shëndetshme, që të arrini në atë që do të bëni, sepse do të keni disa propozime. Këto janë propozime me sybet, që thash. Pse? Roli drejtuesi që mund të keni. Diçka ndodh në rol drejtues, po të rëndësishme flas. Nuk flasim për shembull për një rol drejtori i një komune. Është një histori e njëjtë me njerëzit që rrethon, por në instanca të larta. Atje mund të firmosur disa letra që djegin. Atje duhet drejtor. Drejtor. Edhe shkruhet edhe tek tabela. Është shumë e rëndësishme ku atje ku do të shkoni. Është më të mirë të merrni 5 lekë më pak edhe të qetë se sa shumë edhe pa qetësi dhe të pambrojtur. Prandaj do të ndikoheni shumë juve të shenjës së virgjëreshës, sepse dini shumë mirë të bëni të realizoni punët e juaja, dini shumë mirë të rregulloni gjërat atje ku doni, por në anën tjetër, sado që gjërat janë në anën tuaj, ose gjërat që kanë ndikuar nuk janë aty ku duhet, dhe momentet janë të vështira për sa përket ekonomisë, për sa përket gjërat që keni pasur shumë çështje të tilla, por vjen një moment që juve jeni të zbuluar, prandaj keni kujdes ku firmosni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bërë virgjëresh, binjak. Virgjëresh peshk është një kohë mjaft e mirë për të parë se çfarë do të bëni me peshkënjëra që keni njiheni, ose vazhdimësia është ajo që juve ju bën të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj dhe me kohën që ndodhin fenomenet dhe periudha që gjërat vijnë gradualisht në jetën tuaj. Momenti, periudha, koha është ajo që e keni mundësinë mbi zgjidhje të konflikteve ose të problematikave që mund keni pasur përpara. Dhe është një moment tani, është një moment shumë i qartë në ekonomi, i qartë në vazhdimësi dhe në periudha të ndryshme që vijnë gradualisht tek juve, ku është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin dhe konkretizimin e lidhjeve të shëndetshme që vijnë në jetën tuaj. Por nganjëherë, edhe pse me vështirësi që bëhen gjërat, këto janë ana juaj dhe pozicionimi i planeteve që ka të bëjnë në fushën e dashurisë të familjes. Po gjithsesi, koha ka provuar që juve dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku shkoni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri,
ku gjërat janë më ndryshe, ka një mundësi domethënë që të papunët të gjejnë një punë që të realizohen, stabilizojnë punën e tyre, ose një dokument që presin, ju keni në diasporë dhe mund ta zgjidhni, që do thotë peshor, ja. Për sa përket peshoreve, peshorët kanë ndryshime dhe mjaft çështje pozitive, sepse gjithmonë koha ka provuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë, por peshorët jo se ka diçka që nuk shkon, por ka diçka që rregullohet, sepse juve jeni rregullator të gjërave që ndodhin dhe diktohen në anën tuaj. Por megjithatë, tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme në lidhje me karrierën, në lidhje me punën, me vendimet që juve do merrni tani tutje, sepse peshorët janë në anën më të mirë të mundshme, i kanë gjërat në vijë për sa përket dokumentacioneve, por gjithashtu është në një periudhë që çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet. Po peshorja gjithmonë është në kërkim të së vërtetës në fushën e ligjit, por e gjen dhe drejtimin e vet dhe është një moment mjaft i mirë në kohë për takimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Marrja e vendimeve të rëndësishme do të thotë është momenti, është periudha që ndodhin fenomenet ose çështjet e tjera që mund të keni pasur ose çështje që do të ndikojnë, por në anën tjetër është një ndikim shumë i mirë dhe fantastik për sa përket punës suaj dhe një moment që në fushën e karrierës, dhe di që i parë duhet pasur shumë kujdes nga një udhëtim, marrit të bëj një telefonat para se të niset, sepse mund të ketë vonesa ose mund të ketë disa gjëra që nuk janë ashtu siç mund pritet, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë prove më tepër, prove do thotë që e di çfarë dua, e di ku do të shkoj, por të arrij atë që unë kërkoj në dokumentacione ose në gjëra të tjera që vërtet ka mundësira dhe ndryshime që do të vinë në pozicionimin e planeteve, në kohën e duhur dhe në momentin që juve i keni mundësit, por gjithsesi kjo periudhë është periudha juaj, meqense ka të bëjnë me anën ekonomike, në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me vendimet që do të keni në fushën e karrierës suaj, sepse të 30 diçet ju keni në diasporë, mirë është të bëni një xhiro deri në zyrat e gjërave që kanë bëjnë me dokumentat ose aplikime që mund keni pasur, a janë rregull, janë rregull, sepse do të duhet një dokument tjetër ose mungon. Shikojini pak më në detaje për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që jeni sa më të qartë për gjërat që do të keni, por megjithatë duket se kjo periudhë është një periudhë që ju vën në lëvizje trurin tuaj për të ecur më shpejt, për të stabilizuar gjërat ekonomike financiare, për të stabilizuar gjërat që ju e keni dhe doni në punën tuaj, dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe shumë pozitive në lidhje me karrierën tuaj, sepse karriera është ajo që juve bën të ndjeni mirë me veten, të ndjeni mirë me atë çka jeni. Në çështjet shpirtërore, këtu është një periudhë që vërtet ngadonjëherë zgjidhet si problem ose si çështje, ka të bëjë shumë me ndikimet që lidhen shumë me një bashkim familjar, mund ta themi këtë, është me luantët e diçit të parë, është me dëmtët e diçit të tretë dhe të palidhurit kanë një njohje. Këta kthejnë lidhje serioze dhe sa janë për njëri tjetrin. Kemi dashin, kemi dhe britsjapin edhe diçit të dytë, sepse gjërat që ndodhin ose mundësitë që kanë të bëjnë është një moment që vërtet ka të bëjnë me anën e financave dhe lidhje me biznesin dhe kohën e dur. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që juve keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e pasidhura, ndash në anën shpirtërore, ndash njohje të keni lidhje serioze, por nganjëherë do dhe kohën e vet. Dhe për këtë kohë është momenti dhe juve e dini shumë mirë. Por mos ju ndani dashit dhe diçit të dytë, sepse është diçka shumë e mirë, është e tepër pozitive për juve të shenjës së peshoreve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji,
ku mjaft probleme ka pasur mbi supe, shumë çështje ligjore të pambyllura, momente dhe periudhat pa drejtësi që janë bërë dhe janë në kërkim për pasuritë pa luajtshme. Të gjitha këto ka të bëjnë shumë tek shenja e akripit. Akripët kanë çështje të rëndësishme. E marrim nga kjo e fundit. Çështje të rëndësishme çfarë? Pasurie pa luajtshme. Keni pasur disa çështje të pazgjidhura, sidomos në 2024 në muajin maj. Një moment që ka ndodhur në shtator të 2025-s, ku shumë afër zgjidhjes së problemit, por për arsye të një personi të ligjit që nuk ndodhet ose nuk e në realizuar akoma, vjen momenti i shumë pritur i zgjidhjes së problematikës, i zgjidhjeve të gjërave të mëdha. Dhe kjo do të thotë momenti, sado të tjerët mund mos duan, sepse nuk ju pëlqen të lodhen shumë, por do vinë momenti që juve do keni mundësinë e çështjeve, e mundësive të zgjidhje të problematikave të ndryshme, dhe ky është një gëzim shumë i madh për juve të shenjës së akripëve. Dhjetëdiçi i parë e ka këtë ndikim më të madh për sa përket pasurisë pa luajtshme, por në anën tjetër është koha që vërtet zgjidhni problematika të ndryshme. Vërtet jeni në kohën më të mirë të mundshme që ndonjëherë juve, sepse periudha që ndodhin fenomenet, periudha që ndodhin gjërat, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Ndonjëherë situata të ndryshme ku agravohen, duan apo s'duan të tjerët, ose u jepet një mundësi që o rregullohet kështu siç bëhet tani, për shembull, e nis një punë dhe e bëtis, por le për dëshiruar nganjëherë le pas dore, një punë mjaft e madhe, por unë them që vërtet koha tregon që i keni mundësitë e zgjidhjes së konflikteve ose të çështjeve që keni në fushën e ekonomisë suaj ose të pasurisë pa luajtshme. Në çështjet që kanë të bëjnë dhjetëdiçi i dytë dhe i tretë në lidhje me një punë, këto padrejtësi që janë bërë dhe merrni zgjidhjen ose me të drejtë keni padrejtësi që është bërë në punë dhe fitoni drejtësinë, dhe kjo është diçka shumë e madhe, sepse do të zgjidhni probleme mjaft të mëdha në çështjet ekonomike, edhe pse me persona të ndryshëm keni pasur gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet për një mirë arsye, por vjen një moment mjaft i mirë dhe çiltësia, mundësia, koha e duhur për zgjidhur çështje problematike është pikërisht tani, dhe është momenti dhe koha më e mirë e mundshme mbi anën tuaj, mbi pozicionin planetar dhe vendimet që mund të merrni. Në lidhje me vendimet që merrni ose periudha kur ndodhin fenomenet, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Me zgjidhje të këtyre gjërave që është ana juaj, është pozicioni i planetave që vërtet jeni në anën tuaj më të mirë, por nga ndonjëherë nga ana tjetër keni disa probleme që nuk po zgjidhni dot. Mundoheni shumë me punën, me karrierën, me ndryshime, me vendime shumë të rëndësishme. Është momenti i periudhave nga më të ndryshme që keni pasur, sepse koha që ndodhin fenomenet ose momenti që juve keni nga puna, nga karriera, nga ndryshimet të mëdha, por dhe një moment mjaft pozitiv, sepse lidhet ka të bëjë me karrierën, është çështje karriere, është çështje zhvillimi dhe kohe për sa i përket kësaj jave, juve të shenjës së akripit të lidhje me punën tuaj, punën aktuale, ose jeni në rol drejtues dhe firmosni një dokumenti nga për një arsye, por keni edhe letrën bazë, sepse firmoset për këtë arsye dhe ai dokument është shpërdoruar për diçka tjetër, del në sipërfaqe. Këtu merrni përfaqësinë juaj, këtu merrni do gëzoheni, sepse nuk është e juaja, nuk është ai problem që ka ndodhur në adresën tuaj, por dikush tjetër do dalë në sipërfaqe dhe kjo do të bëjë që juve jeni shumë
të vëmendshëm në atë që bëni dhe shumë të vëmendshëm në atë që firmosni. Dhe kjo është janë e mirë se mund të mos nxitoheni dhe këtu do të thotë që është edhe periudha, është dhe koha më e mira e mundshme për stabilizuar dhe për të ecur përpara në fushën e drejtësisë, në fushën e ekonomisë, në fushën e biznesit, në fushën e gjërave të mëdha që do të kenë tani tutje. Dhe shikoni, do kujtoni, por në dashuri mos i lini asnjë sekond pa e shfrytzuar dashurinë tuaj sepse keni lënë pas dore. Lidhjet afatgjatë që kanë bënë me dëm të dhjetë parë, me ujor të dhjetë tretë dhe me luan. Të palidhurit që kanë me virgjëresh dhe me dash, bini pas sepse është e ardhmja juaj dhe jo e momentit e kohës. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku rritje ekonomike, reputacioni, e drejta, udhëtimet dhe dokumentet që i fitoni ju e keni në diasporë dhe do keni një gëzim shumë të madh në familjen tuaj, sepse nëse jeni në pritje të një pasardhësi, nëse jeni në pritje të një dokumenti, pasaporte apo ku diun, e keni mundësinë dhe në lidhje me provime, nëse keni provime, është koha juaj dhe momenti që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, për shigjetarët duket se e kanë vënë vit tani, u lodhën shumë në fakt, por tani ka ardhur momenti që juve të ndiqni hapin e kohës. Momenti që do të keni, periudha që do të vinë, çështjet nga më madhore që juve keni, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Dhe kështu që është një kohë që do të thotë vendimtare për çështjet e financave dhe të biznesit. Do të thotë mundësi e artë në zhvillime dhe ndryshime. Dhe kjo bën që juve të jeni mjaft pozitiv në anën tuaj dhe mjaft të rëndësishëm në anën ekonomike e financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën. Të gjitha këto ju bën që të ndjeni mjaft mirë sepse ja keni bërë hizmetin dhe jeni në kohën tuaj më të mirë në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe në lidhje me disa çështje tjera që do të themi që vërtet i keni zgjidhur në çështjet ekonomike dhe kanë marrë zgjidhje çdo gjë që keni pasur, çdo çështje që vërtet është për të lavdëruar për punën tuaj që keni bërë dhe mundësitë në rritje në detyrë sepse ju takon dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në gjërat që ju keni. Vërtet është një moment mjaft i mirë sepse edhe në lidhje me punën tuaj, edhe në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet të mëdha që do të merrin tani atutje ku shigjetari gjithmonë është në kërkim të së ardhmes. Dhe çdo gjë që duket, çdo gjë që është në rritje, keni mundësinë, prandaj bini pas miqtë mi të shigjetarëve, sepse është mundësia dhe koha e duhur mbi zgjidhje të çështjeve madhore ekonomike, financiare dhe gjëra të tjera në pasuritë paluajtshme. Duke pasur parasysh zgjidhjet gjithashtu që lidhen, duke diskutuar nga vendryshim që ka të bëjnë me anën e dashurisë, këtu jeni pak fajtor ju në fakt sepse çfarë ndodh? Shigjetar për shembull me gafore. Nëse do flasim se çfarë ndodh ose në lidhje me kuptimin e gjërave, ka një ndikim shumë të madh tani, lidhja, sepse bëhet lidhja superiore që është me gafore, por dhe me dash të dhjetëdiqit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi që ka të vendimin ose mundësinë e vet për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të marrë vendime të rëndësishme në anën e duhur. Por gjithashtu, kjo periudhë ndikohet jashtëmase për sa i përket stabilizimit financiar ekonomik, për sa i përket gjërave që ju keni, momenteve që ju keni dhe të çështjeve të tjera që do të keni tani atutje. Momenti dhe koha, ndryshimi dhe vendimi është diçka shumë e madhe që do ndodhi këtë javë për juve të kësaj shenje, ku do të përfitoni dhe jeni drejt një suksesi që përpara ishte shumë e vështirë për të arritur qëllimin në fushën e punës ose në lidhje me ndryshimet që do të bëni tani atutje në anën ekonomike. Nuk e vini ka diçka mes ju shigjetarëve sepse nuk e vini re
paras, sepse paraja, thoni ju, është për të shfrytzuar për të mirë, është për të prishur sepse do merret një diçka që i ka vlerë më tepër se paraja, që është nuk diskutohet që shëndeti, por në anën tjetër keni të bëni shumë me stabilizime dhe ndryshime të mëdha që keni dhe kjo vjen si pasojë e mundësive dhe shanseve që ju keni tani tutje. Shfrytëzoni në maksimum për sa përket punës suaj, për sa përket vendime që do të merrni në fushën e karrierës. Dashuria është ajo që ju bën të ndjeni mjaft mirë dhe të ecni përpara, siç është shigjetar dash, shigjetar virgjëresh, shigjetar luan, të palidhurit me ujor të 10 diçit të parë dhe shigjetar të 10 diçit të tretë, ku ka diçka shumë të madhe për juve të kësaj shenje. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku gjërat janë ndryshe dhe kuptohen ndryshe për arsye të punës suaj se jeni mjaft të ndikuar këtë periudhë, ekonomistë të shkëlqyer, elektronik të zgjuar, që do të thotë britsjapi. Britsjapi në fakt ka në fushën e ekonomisë ose të zhvillimeve dhe ndryshimeve që ata kanë, por është një moment tani që gjërat të jenë në favorin tuaj dhe jo disfavor, sepse ka të bëjnë me anën e ndryshimit ekonomik, financiar, lidhje me një takim të papritur që mund të ndikohet, mund të diktohet dhe është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimeve dhe çështjeve që do të kanë të bëjnë me ndryshime, ka të bëjnë me favorizimin e financave të biznesit, të karrierës domos, sepse me karrierën ju jeni mjaft të ndikuar, jo të ndërlikuar, se nuk e keni këtë ndërlikimin ju, por është një mundësi shumë e mirë mbi çështjet ekonomiko-financiare, mbi biznesin dhe karrierën tuaj, sepse është mundësia, është momenti, është koha dhe periudha që ndodhin fenomenet mjaft të ndikuara pozitivisht në anën tuaj dhe kjo periudhë është e juaja dhe shumë pozitive, do të thotë ndryshime, do të thotë mundësi. Dhe këto janë mundësi të arta për ekonominë dhe për punën tuaj, sepse duket se zgjidhja është mjaft fantastike për punën, por në një moment të caktuar kur gjërat do të zgjidhen sipas punës së keni dhe momenteve që ju jepet. Por në anën tjetër, gjithmonë britsjapët janë dhe mbeten shenjat më me ndikim në fushën e karrierës. Dhe diçi parë sidomos ka diçka shumë të madhe ku do ta zgjidhë një problem që ka pasur çështje ligjore, kur merr përfaqësinë, sepse i hequr me padrejt nga puna dhe një padrejtësi tjetër që është bërë në fushën e ligjit, ku ata që janë që merren me ligjin, në rast instanca të larta, e fitojnë të drejtën e tyre. Por gjithashtu ka dhe shumë gjëra të tjera ku do të ndikojnë në fuqinë dhe zhvillimin që ata kanë në anën e tyre. Dhe është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo kohë, kjo periudhë mjaft e mirë në takime dhe në ndryshime që do të ndodhin, do merrni vendimin e madh në lidhje me financat sidomos, sepse financat të 30 diçet kanë një mundësi shumë mirë tani për të arritur në finish, sepse lidhje që ndodhin për shembull ose kanë bëjnë me fusha të ndryshme, është gjithmonë me britsjap gafore, ku është gjëja më e mirë dhe më e mundshme, britsjap gafore, por dhe me dash dhe peshore keni një plus të madh që ndodh në anën tuaj. Pluset dhe minuset juve i kuptoni dhe i dini shumë mirë çfarë ndodh në fushën e familjes, por juve jeni shumë më familjar se ç'duhet. Në anën tuaj dhe në çështjet e karrierës, sepse kjo lidhet shumë me karrierën, ku ju bën që të ndjeni mjaft superior në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa ndryshime të njëpasnjëshme, me disa çështje që pak a shumë juve e keni dhe si mundësi, e keni dhe si tradit për anën tuaj dhe pozicionimin e planetave që ndodhin në anën tuaj, ndodhin në fushën e karrierës suaj, por meqense tani për tani gjërat janë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive në lidhje me anën e financave dhe të biznesit. Në lidhje me biznesin, pse jo, është edhe koha, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse i zgjidhni gjërat ashtu siç dëshironi juve. I zgjidhni çështjet që lidhen me çështjet financiare, lidhen me biznesin, lidhen me ndryshimet e tjera që do të vinë gradualisht tek juve dhe është mundësia më e mira e mundshme për sa i përket këtyre gjërave dhe koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë drejtim dhe momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim që është një mundësi shumë e artë dhe
puna që ndodh ose momenti që juve keni, do të shikoni dhe vetë ku gjërat do të ndryshojnë në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj, sepse është një moment mjaft i mirë, është një moment që suporton gjëra të mëdha, ekonomike, financiare, biznesi dhe vazhdimësie. Nuk do të thotë që tani për tani gjërat mund të mos jenë ashtu siç e prisni juve, por është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, korekte nga ana juaj, për sa i përket gjërat që do të ndikojnë dhe disa para të pamarra i merrni juve të diçka të tretë, sidomos jeni shumë të ndikuar në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë, një bashkim familjar do jetë me dem, se ka të bëjë shumë, edhe pse me këto shenjat e tjera, sapo unë thash pak më parë që lidheni me megafore, lidheni me peshore, lidheni me pesh, por ka lidhe disa gjëra që do të ndryshojnë shumë, por keni në diasporë ose jeni të palidhur, keni peshoren, keni dhe gaforen, prandaj që e thash dhe po e them me të madhe këtë, që keni kujdes në gjërat që janë gjërat që fati u sjell riskun tek dera krijuesi, por ngriuni e merrini, që jeni të fituar në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft impulsive, mjaft e drejtë për së drejti dhe tepër dinjitoze, që do të thotë ujori. Ujorët nga njëra anë shprehin dashurinë, dhemshurinë, mundësinë, janë dinjitoz sepse kanë bërë, kanë ndërsitur, janë lodhur shumë gjëra që kanë rrjedhur gjatë gjithë kësaj periudhe. Momenti që keni tani, periudha që është tani, është periudha më e mirë e mundshme. Nëse do ta marrim të mirëqen që keni një punë, kjo është një punë që vërtet për juve zgjidhin shumë probleme ose çështje të lëna pezullt dikur, por momenti do që atë që ta sjell sekundi sa sjell gjithë viti, por është një mundësi e mirë tani, ku e keni të gjithë mundësinë e artë për të zgjidhur çështje problematike ose gjëra që do të ndikohen tani tutje, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër surprizues, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimin e madh që vjen, një moment që vërtet ka të bëjnë lidhje me punë, ka të bëjnë lidhje me çështje dhe vendime që mund të merren. Por ajo që kërkohet pak durim, sepse kjo e drejta, dinjiteti juaj që të shkojnë në vend për gjërat që keni, vetëm keni kujdes ditën e mërkurë të datës 10. Këtë ditë do keni kujdes sepse ka të bëjnë shumë me Mërkurin në Akrep që është në një ndikim, vështërsi me Uranin në Dem, që do të thotë Uranin në Dem ju e dini se ta kuptoni në shenjë toke që nuk i pëlqen në mënyrë dhe shpërthen. Edhe kjo ju prish Terezin, sepse krijon probleme në komunikimin, teknologji, media sociale, mungesë durimi, shpërthime dhe shumë gjëra të tjera që ndikojnë se kërkoni të drejtën dhe mes asaj të i kaloni çakun dhe është një problem pastaj nuk e fitoni fare. Edhe të keni të drejtë juve, dilni fajtor pastaj. Këtu bëni kujdes. Unë këtë ju them, bëni të barazimës tuaj. Domos 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë, se kanë shumë ndikime në rastin konkret, sidomos vëmendje më tepër duhet të bëni të 10 ditë të tretë dhe të parë, ku janë disa gjëra që lidhen me këto ndikime. Mundësitë që janë paraditja shumë ndikuese dhe tepër ndryshe nga çfarë mendoni. Meqense kjo ka të bëjë shumë dhe me çështjet e tjera që lidhen me punën, lidhen me aktualitetin, me gjërat që do të keni në fushën e biznesit, me biznesin sidomos, ka diçka që mund t'ju ndihmojnë në këtë fushë, por 10 ditë që parë në lidhje me biznesin është një moment tani ndryshim pune, mund ta keni pasur edhe përpara, në fakt, po gjithsesi kjo mbetet për të parë nga periudhat që ndodhin, fenomenet që keni, pak rëndësi ka kjo, por gjithsesi t'jeni të kujdesshëm në marrje vendime të rëndësishme. Në fushën e dashurisë, 10 ditë që parë që ka lidhje me Luan, çojeni deri në fund. Të më kujtoni ka diçka shumë të mirë, nëse jeni në pritje për një dashuri, një pasardhës, është momenti me Luan. Kurse të palidhurit, të 30 ditë që kanë bëjnë me Akrep dhe me Dem, kanë një mundësi shumë të mirë. 10 ditë i dytë, që ka pasur një ndarje megafore të 10 ditë të parë, është momenti për të bashkuar, sepse e keni soditur, keni parë gjitha gjërat që kanë ndodhur
problematikët nga më të ndryshme keni pasur në fushën e dashurisë ose të njerëzve që ju rrethojnë, shumë fjalë dhe shumë gjëra kanë ndikuar, prandaj këto ka qenë pak a shumë të problematik në këtë drejtim. Prandaj jini zgjidhje këtij problemi dhe jeni gati pastaj për të parë që gjithçka ndodh, gjithçka arrihet. Kurse lidhjet afatgjatë, që do të thotë me akrep të 10 diqit parë, me dem të 10 diqit të dytë, që është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku është dhe momenti i duhur në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje, sepse është dhe mundësia, është koha e duhur për zgjidhje të problematikave të ndryshme dhe të momenteve që keni, sepse është një mundësi tepër e mirë, e vendosur, sepse do të marrë vendime të rëndësishme, e keni mundësinë dhe do shkoni në altar, edhe pse keni pasur probleme në këtë aspekt, por është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat janë mjaft fantastike, gjërat janë pozitive për marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur, në momentin e duhur. Megjithatë, edhe pse keni probleme, edhe pse keni qenë të ndikuar në anën tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë e tepër pozitive për të ecur përpara, sepse çdo gjë është e kontrolluar dhe do dini të fituar, që këta janë peshqit. Për sa i përket juve të shenjës së peshqve, me qenë se peshqit 10 diqit parë, ku kanë ndikime, favorizime dhe një mundësi të ndikimit të madh që guvernatori juaj Neptuni në datën 10, pas disa muajsh në lëvizje në retrograd, kthehet në rrugtimin e tij të drejtë në shenjën tuaj, që fillon drejtimi i tij nga fundi në këtë shenjë pasi vendoset në dash nga fundi i janarit 2026, guvernatori juaj pra, keni akoma mund të përfitoni deri nga fundi i janarit akoma, që është në shenjën tuaj, shfrytëzoni në maksimum periudhën e punës, karrierës, një shtëpi që doni ta shisni. Po, dhe di që pare ka këtë. Shikojeni pak, sepse është një kohë e mirë për shitje të tilla dhe me bashkëpunime që do të keni në këtë drejtim është shumë mirë, se zgjidhet një problem dhe diçit parë që ka pasur këtë, po dhe diçit 2 dhe i treti është në tentativë për disa biseda shumë të rëndësishme për me jashtë, në fakt, për blerje jashtë, për ju keni në diasporë. Për shembull, që jeni në Angli, jeni në Gjermani, jeni në Francë, ku diun, dhe dokumentacion që mund keni, por është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive ku gjërat zgjidhen dhe kjo ka një kuptim mes gjërave dhe çështjeve të punës, të karrierës që ndodhin, por është dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket stabilizimeve dhe gjërave të tjera. Nuk ka problem, sepse mundësit i keni dhe mundësit të arta do të thosha unë për sa përket shenjës peshoreve, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe është një moment mjaft e mirë dhe tepër surprizues për sa i përket ekonomisë, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka doni të realizoni në kohën e duhur, por gjithsesi është një mundësi e mirë dhe tepër pozitive. Mundësit janë të mëdha në anën tuaj dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe i keni të gjitha mundësit për të zgjidhur çështjet problematike dhe një nga momentet ose periudha më e mirë e mundshme që është ekonomia, është stabilizimi, është vendimi që mund të merrni, në vendime mjaft të mira, por dhe në kohën e duhur gjërat janë në pozicionin me planetar që keni dhe momenti më i mirë i mundshëm që juve do të keni në fushën e karrierës suaj. Ndryshimet që keni, ndryshimet janë nga më të mirat dhe nga më pozitivet, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është një moment që vërtet e keni qoftë në anën ekonomike financiare, qoftë në biznes, qoftë në rrugtime të ndryshme që do të keni tani atutje, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, fal suksesit, fal gjërave të mëdha që do të keni tani atutje dhe momentet që ju keni në çështjet e financave të biznesit. Në lidhje me biznesin, sidomos është diçka shumë e mirë, por meqense juve e keni damenjen, do të bëni një blerje po është pak e shtrenjtë kjo blerje që do të bëni ju. Lidhet me punën,
lidhet me disa gjëra që pak a shumë kjo mund të jetë edhe një periudhë që për juve është ana më e mirë e mundshme, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse juve e keni dhe si drejtim, në fakt, çështje pune. Mund të lidhet mjaft mirë me ekonominë, por në stabilizim është koha më e mirë e mundshme. Tani të 30 vjeçët kanë mundësinë dhe kohën, kurse në dashuri duket se binjakët e 10 vjeçit parë, që kanë një moment shumë mirë lidhje me juve, shenjari shej uji, keni mundësinë për të zgjidhur gjëra të pazgjidhura, kurse me peshk shigjetar është koha për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Peshk shigjetar është një kohë dhe një çështje shumë e rëndësishme që i bie që të kemi dhe momente dhe mundësi të arta në ekonomi, në stabilizime dhe në ndryshime, por e gjitha ndryshimet dhe ndikimet që kanë të bëjnë është periudha shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe afatgjat në anën ekonomike, afatgjat në atë çka bëhet dhe në momentet e duhura për zgjidhur çështjet problematike dhe kohën e duhur në gjithë gjërat dhe pozicionimin e planeteve që ju jepet mundësia në dashuri. Por një ndarje që keni pasur ose të palidhurit që keni pasur, një njohje dhe keni lënë në hije pas dore, është me peshorët e 10 vjeçit parë, dhe kjo është indikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me takimet dhe vendimet që do të merrni. Por gjithashtu edhe një lidhje afatgjat që shkon deri në martesë dhe bëjnë djem zakonisht është peshk virgjëresht të 10 vjeçit të dytë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave që kërkon dhe ndikime që është e vështirë, por dhe kërkohet pak kujdes në vendimet që do të marrim. Parashikimi nga data 8 deri më datën 14 dhjetor të 2025. Por para se të ndami bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar. Atëherë mund të klikoni në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar se si të abonoheni, të blini paketë dhe më pas të shkoni tek sekretaria. Aty, duke bler paketën dhe numrin përkatës të blerjes, më pas dërgojeni mesazhin në email, e keni atje, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë një përgjigje. Atëherë si mund ta bëni? Pikërisht ky butoni këtu. E klikoni, e shikoni, dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejt përgjigje. Por nuk ndalemi këtu. Për juve që doni që keni një problem momental, ose ka ndodhur diçka, dhe që të shikoni ku do të shkoni, si ku është koha më mirë o momenti, se ajo është baza, atëherë YouTube-i na jep mundësinë që duke abonuar tek membership, kemi pikërisht të butonin këtu. Shikojeni dhe më pas do kujtoni pse unë e them. Nga unë Rëpulla, një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj në çdo aspekt. Gjithë mirat.